A e dini që një nga urat më të rëndësishme të Kanadas është projektuar nga një shqiptar? Po, një shqiptar ka lënë gjumë në një nga projektet inxhinierike më të mëdha të Amerikës së Veriut dhe shumë pak njerëz e dinë këtë. Quhet Andonia Cakoni. Lindi në Shqipëri, u rrit mes librave dhe matematikës dhe që herët tregoi një talent të jashtëzakonshëm për inxhinieri strukturore. Pas studimeve, emigroi në Amerikën e Veriut dhe nisi të punonte në një nga kompanitë më prestigjioze të fushës. Në Kanada, ai u bë pjesë e ekipit që projektoi një nga urat më strategjike të vendit, një urë që lidh qytete, ekonomi dhe mira njerëz çdo ditë. Klima kanadeze është ndër më të vështirat në botë. Ngrica ekstreme, erra të fuqishme dhe vibracione të vazhdueshme që sfidojnë çdo strukturë. Por pikërisht këtu hyri në lojë ekspertiza e Andonias. Ai ishte specialist në analizën strukturore të forcave ekstreme, nga tërmetet deri te ngarkesat e rënda të trafikut. Modelet dhe llogaritjet e tij matematikore u përdorën për të garantuar që ura të ishte e qëndrueshme, e fortë dhe e sigurt për dekada të tëra. Inxhinierët kanadezë e përshkruan si një nga mendjet më të sakta dhe më të besueshme të projektit. Edhe pse kontribuoi në një vepër kolosale, emri i tij nuk u bë i famshëm, sepse si shumë shqiptar të tjerë jashtë vendit, ai punoi qetë me përkushtim dhe pa zhurmë. Por puna e tij është aty, në qindra metra çelik e beton, ku çdo ditë kalojnë mijëra njerëz pa e ditur se struktura që i mban është projektuar edhe nga mendja e një shqiptari. Kjo është historia e Andonia Cakonit, shqiptarit që la gjumë në zemër të Kanadas. Dhe është një kujtesë e fortë se kudo që shkojnë shqiptarët lënë diçka të madhe pas.